Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, këtë herë do të takohemi për një lajm tronditës, për një lajm që në ka befasuar në fakt të gjithëve ditën e djeshme. Një lajm që na la pa fjalë, por një lajm edhe që na përloti. Autoritetet turke kanë zhvilluar një operacion të gjerë antidrog që ka tronditur botën e artit dhe të showbizit. Të mërkurën 19 persona, mes tyre aktor, këngëtar dhe influencues të njohur, u arestuan në Stamboll në kuadër të një hetimi për një rjet të dyshuar droge. Do me thënë 19 artist ditën e djeshme janë arestuar në Stamboll. Në mesin e të ndaluarve ishte edhe këngëtarja e famshme Hadise Açıgöz, e cila përfaqësoi Turqinë në Eurovision me këngën Dum Tek Tek. Besoj kujtohet të gjithëve, ka qenë një këngë e mrekullueshme. Të gjithë kemi vallëzuar e tundur belin me atë këngë. Hadise u pa teksa po largohej nga godina e xhandarmërisë, ndërsa më pas reagoi me një postim të çuditshëm në Instagram duke shkruar: "Jam po aq e hutuar sa ju." Do me thënë, sipas Hadises, Hadisja ka qenë kot në atë grup. Vetëm pak orë më vonë ajo publikoi imazhe nga një koncert i saj në Ankara, duke lënë të gjithë të habitur për qëndrimin e saj. Sipas mediave turke, në listën e pyetur nga prokuroria janë edhe emra të njohur të ekranit si Demet Evgar, Özge Imeri e shumë emra të tjerë. Advokatja e biznesmenes së njohur, Dilan Polat, biznesmene e njohur në Turqi, një tjetër emër i përfshirë në hetim, deklaroi se klientja e saj kishte rezultuar e pastër nga droga në testet e mëpërparshme, duke shtuar se ishte e gatshme t'i nështrohej analizave të reja. Çifti Pollat, që zotëron një rjet biznesesh në industrinë e bukurisë me vlerë miliona dollarëshe, ka qenë në hetim edhe më parë për pastrim parash dhe evazion fiskal. Hetimi aktual po udhëhiqet nga zyra e kontrabandës narkotike dhe krimeve ekonomike pranë prokurorisë së Stambollit dhe synon të zbulojë nëse persona të përfshirë kanë konsumuar apo shpërndar substanca narkotike në kundërshtim me ligjet turke. Një ngjarje që ka tronditur opinionin publik dhe ka lënë shumë pikpyetje mbi botën e showbizit turk. Do me thënë, pikpyetjet janë shumë të mëdha, në qoftë se këto 19 persona që janë artistë të njohur, biznesmen që kanë biznese qindra miliona dollarëshe, janë marrur me drogë dhe konsumojnë drogë. Dua të marr mendimin tuaj.